Të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë ngjarjet edhe dinamikat më të fundit rreth Big Brother. Ditët e fundit kanë qenë ditë të vështira për banorët, sidomos kjo dita e sotme ku njëri nga banorët do të largohet nga shtëpia e Big Brotherit. Është një nga nominimet më të forta, me thënë drejtën, pasi që Brikena luajti një mekanizëm dhe e nxori në nominim Mateon. Gjithmonë kam dyshuar për marrëdhënien e tyre, gjithmonë kam dyshuar për të vërtetën që është thënë rreth marrëdhënies së Brikenës edhe Mateos. Mateo ka heshtur, nuk është se ka folur gjë, por sot ka përzgjedhur që të fletë. Sot ka përzgjedhur që ta thotë të vërtetën. Duke qëndruar në verandë dhe duke bërë muhabet me banorët e tjerë, Mateo ka pranuar që ka patur një afrimitet me Brikenën. Do të thënë ka qenë një afrimitet më shumë se sa një afërsi për kafe, ka qenë një afrimitet më shumë se sa një muhabet që mund të ketë bërë Mateo dhe Brikena. Do të thënë ka qenë afrimitet i ndjerë dhe me shumë dashuri. Çfarë ka ndodhur? Mateo i ka treguar njërës prej banorëve të shtëpisë që puthja me Brikenën ka ndodhur. Ai nuk është se vetëm ka ngrënë darkë dhe ka bërë blog dhe aty ka mbetur siç thonte Brikena, por puthja me Brikenën ka ndodhur. Tani Brikena që thonte që unë nuk kam pasur asnjëherë të dashur, rezulton që e ka pasur të dashur Mateon dhe ndoshta para se Brikena të futej në shtëpinë e Big Brotherit, marrëdhënia e tyre ka përfunduar dhe Brikena nuk ka dashur që Mateo të jetë brenda asaj shtëpie sepse e ka ndier veten të rrezikuar nga kjo gjë. Unë jam jashtëzakonisht i bindur që sonte produksioni do ta trajton si çështje dhe do ta fletë si gjë, sepse është një rrëfim në fakt shumë interesant që Mateo do të bën në raport me Brikenën, një sekret që Brikena e mban dhe nuk e kuptoi se çfarë roli i luan Brikenës që ta thotë të vërtetën. Në rregull, ka ndodhur një diçka, nuk e preferon Mateon, nuk është tipi jot, nuk është njeriu jot, le ta mbyllim kapitullin këtu, po çfarë të keqe ka të pranosh se një djalin e ke puthur, një djalin e ke ledhatuar dhe një djalin e ke bërë që të ndjet shumë i lumtur, në fakt të ndjet shumë i kënaqur në prezencën tënde. Do të thënë është një pikë ku Mateo do të fletë ndoshta sonte për herë të parë. Unë uroj që Mateo të mos të del, jam i bindur që Mateo këtë gjë nuk e ka përdorur për të qëndruar brenda shtëpisë apo për lojë, sepse nuk më duket njeri i tillë, më duket një djalë me këmbë shumë në tokë, por gjithsesi le të shohim se si do të pritet kjo gjë nga banorët dhe si në fakt do të diskutohet kjo gjë nga banorët e shtëpisë.